Në rast se bordi i ngritur nuk ka asnjë qëllim dhe sigurisht që nuk do të bëjë, sikurse edhe është lajmëruar tashmë. Pra, nuk do të jetë ai i cili do të bëjë zgjedhjen apo përzgjedhjen e kandidatëve dhe procesin e vetingut. Nuk shoh që të ketë asnjë shkelje kushtetuese. Megjithatë, unë shpresoj shumë që letrat të cilat janë adresuar dhe komisionerit Zotit Han të marrin një përgjigje nga pala europiane. Pra, për një gjë që e kemi bërë ne, i kemi konsideruar gjithmonë ambasadorët si brokër dhe ndërmjetës ndërmjet nesh, për të na bërë që të flasim me njëri tjetrin. Në momentin e fundit, pastaj më duket se këto filmat me diversant apo me njerëz të cilët janë kundër Shqipërisë, është një kohë e kaluar që nuk duhet të zëvendësohet. Nuk do doja që asnjë ambasador të mos angazhohej kaq fuqimisht, por të mbështetej dhe të promovonte marrëdhëniet bilaterale ndërmjet vendit që përfaqëson dhe vendit ku ndodhet. Por realiteti në Shqipëri është ky. Pra, për sa kohë ne jemi ata që kemi nevojë për të shmangur këtë lloj le të themi problematike që ekziston me njëri tjetrin, sigurisht që pa kaluar asnjë vit kuqe, siç quhet zakonisht, roli i ambasadorëve është i mirëpritur. E përsëris edhe një herë, nuk do doja të ishte kështu, por ne kemi krijuar këtë situatë. Në rast se bordi i ngritur nuk ka asnjë qëllim dhe sigurisht që nuk do të bëjë, sikurse edhe është lajmëruar tashmë. Pra, nuk do të jetë ai i cili do të bëjë zgjedhjen apo përzgjedhjen e kandidatëve dhe procesin e vetingut. Nuk shoh që të ketë asnjë shkelje kushtetuese. Megjithatë, unë shpresoj shumë që letrat të cilat janë adresuar dhe komisionerit Zotit Han të marrin një përgjigje nga pala europiane. Pra, për një gjë që e kemi bërë ne, i kemi konsideruar gjithmonë ambasadorët si brokër dhe ndërmjetës ndërmjet nesh, për të na bërë që të flasim me njëri tjetrin. Në momentin e fundit, pastaj më duket se këto filmat me diversant apo me njerëz të cilët janë kundër Shqipërisë, është një kohë e kaluar që nuk duhet të zëvendësohet. Nuk do doja që asnjë ambasador të mos angazhohej kaq fuqimisht, por të mbështetej dhe të promovonte marrëdhëniet bilaterale ndërmjet vendit që përfaqëson dhe vendit ku ndodhet. Por realiteti në Shqipëri është ky. Pra, për sa kohë ne jemi ata që kemi nevojë për të shmangur këtë lloj le të themi problematike që ekziston me njëri tjetrin, sigurisht që pa kaluar asnjë vit kuqe, siç quhet zakonisht, roli i ambasadorëve është i mirëpritur. E përsëris edhe një herë, nuk do doja të ishte kështu, por ne kemi krijuar këtë situatë.